përshëndetje dhe mirë se u rikthyer në një tjetër video të kanalit tim. Ju që jeni të rinj, mirë se erdhët. Unë që jam Danja dhe ju ndodhemi tek Danja's Channel. Sot është e njëjtë dhe unë dhe Emreja jemi të ftuar në një emision tek A2CNN, kështu që u bëm gati tani sepse do shkojmë për të bërë gati edhe të fillojmë intervistën. Pse u bëm pjesë e këtij emisioni, do ju vendos një video këtu që e postova në Instagram, edhe nga kjo video më gjeti një gazetare e emisionit, kështu që ja, do jemi atje, kështu që do shkojmë bashkë tani, dhe kam shumë emocione, kam një fasule këtu, një fasule të madhe, se do jetë live, kam stres. Përshëndetje, mi mbrema, vajza nuk gatuan për mua. Mirë. Ande larg, e kalut tërë pak. Po shkosh që më poshtë janë aty. Po mirë, për gjithë. Kjo farë. Kam shumë emocione. Po sa bukur dola. Güzel miyim? Të pasën qikë. Kalej të këtu. Okej, më ka brenda mitë. Mbaroi dhe intervista. Shkoj shumë mirë në fakt, nuk e prisja. Unë diva shumë rehat me Borën edhe me Rejn. I falenderoj shumë dhe falenderoj Adelinën në fakt që më bëri ftesën. Edhe u kënaqa. Nasıldı? Shumë Si mirë. ishte? Shumë mirë. U kënaqe? Po. Kisha emocione? Emocioni? Emocione. Böyle Emocione. gergin miydin? Pak. Ishte pak Sepse- nervoz. Sepse nuk kuptoj shqip shumë mirë. Po për ta folur e flet shumë mirë ama. Se i kurau, E kështu, tani do e tiki në punë. Do i rikthejem rutinës time ditore. Si jam, sa e bukur jam. Aman, aman, aman. Kush ka gatuar sot ama? Oj! Ka bërë, do me thënë do bëj kumpir Emreja. Ka bërë edhe këto gati që do t'i fut brenda mbushjen. Ja pa. Misir. Me dhe misër, po. Tjetër? Xhaxhiki do ta bëj unë. Tani sa po erdha në shtëpi, që thoni juve. Ti bejnë. Ti do ta besh, ti beje. Ti beje. Korqa gjëmë. Jo, be. Ti beje. Tamam la kanka. Na janka. Tani sa po erdha nga puna do me thënë, erdhi me mori Emreja. Edhe pse do thoni ju erdhi me mori Emreja? Sepse i thash aman të keqen sistemojnë që shpinë pastroje sistemoje. Edhe fshilaj. Edhe më tha mua erdha të martha nga që nuk fshiva dhe nuk lava. Do me thënë donë ta kompensonte atë që nuk beri me të marrën mua nga puna. Tani unë duhet të ndrohem, të bëj një dush shpejt e shpejt që të merrem edhe çik me shpinë. Edhe pak. Edhe pak? Okej. Pas ka rregulluar dhe krevatin. E ka rregulluar që keq këtu fare. Ma ca rron nervat kur e shikoj kështu, po nejse do ta rregulloj vetë. Nejse, ka rregulluar krevatin. Ku është? Mafiozi. 2 days later. Kam 2 ditë që nuk ju hap,
sepse nuk kam patur asgjë interesante për të bërë dhe për të treguar. Kam qenë shumë e ngarkuar. Në fakt, i bëra diçka shumë interesante, që ishte takova Anxhelën edhe Klajtin, dolëm për të pirë nga një koktejl, po normalisht nuk e mora kamerën se dolëm për të bërë muhabete dhe për qejf. Sot punë si gjithmonë. Tani, unë u bëra gati. Më thënë, po bëhem gati, do filloj do lyhem, siç mund ta shikoni këtu duket pak outfiti im, po do ja tregoj për pak. Sepse unë dhe Aleksia do shkojmë në klub, që nuk para ndodh. Sepse do shkojmë neve në klub, do shkojmë sepse vjen këngëtarja jone e preferuar greke, që është Anastasia. Nuk e di në qoftë se jo kam thënë apo jo. Më duket se e keni parë në një video që kemi qenë përpara 2 vitesh a 3 vitesh, diçka e tillë me Gjonin edhe Evelinën edhe këta, edhe shkuam tek koncerti i Christos Mastoras kur ishim në Halkidiki. Edhe ishte dhe Anastasia aty. Anastasian e kam super shumë qejf. Nuk ja u shpjegoj dot, madje sot më dori edhe këngë të re, edhe shpetsoj ta këndoj edhe atje. Edhe ja, po vjen këtu në Tiranë për herë të dytë. Kështu që po vemi gati për të shkuar. Dhe çfarë kam veshur unë? Outfiti im është ky fundi që është fund pantallon, që e kam marrë. E keni parë më duket kur dolëm me Paridin edhe të dasërën e vetë. Dhe këtë badin që e kam marrë nga Shini, që është me kurizin jashtë. Nuk e di se si është ndriçimi aty, po nejse. Nga këmbët nuk e di se çfarë do vesh, të them të drejtën. Këto janë çik verore në fakt, por gjithsesi janë shumë të rehatshme edhe shkojnë edhe me bluzën. Si mendoni ju? Unë them, janë super okay, janë shumë okay. Harova t'ju them që klubi ku ne do shkojmë, paska biletën e hyrjes për vajzat falas, do me thënë ne nuk paguajmë gjë, dhe dërgojnë dhe taksi për të marrë vajzat, do me thënë i marrin ne në telefon nëse i dërgon ata, dhe pagesa për taksin është 0 lek, është prap falas që më pëlqeu, do them të drejtën, është gjë shumë vlerësuese për ne vajzat, edhe ja, thank you. Hihi. Jam gati. Mendoj se kam bërë një make-up decent. Do me thënë, jam lyer mirë. Nuk e di se nga ta kthej kamerën që të më kap drita e sakt. Nuk e di. Anyway, kjo është make-upi im. Me zi e bera, me ndimin e publikut. Mora në telefon disa kushërira që më udhëzuan se si ta bëja make-upin. Sepse me sa duket, ai foundationi që kisha marrë të Charlottës, që ma sugjeroi ai djali që punonte aty te Sephora, më kishte dhënë ngjyrë shumë të hapur, edhe më duhet që ta konturoja mirë, me sa më thanë kushërirat. Edhe besoj se ja kam dalë më së miri. Tani të vesh këpucët, të veshët diçka krave edhe nisemi, por jo nuk mund t'ju marrë me vete sepse është çështje e copyrightit, nuk filmoj dot. Plus që kam përshtypjen që kur të futemi aty brenda nuk do më lejojnë që të mbaj kamerën me vete. Bye, do ju tregoj nesër se si do kalojmë. 4 hours later. Nuk po marrë dot frym. Është ora 4 minuta. Dhe unë kam gjetur 7 kate më këmbë, sepse në lagje ka një kur dritat. Po më merret fryma dhe po më djegin këmbët, po më dridhen këmbët. Vdiqja. Atëherë, përpara se të shtrim të fle, po ju jap përshtypjen time për partin që ishte sot. U kënaqa, më djeg kryka, më dhem zëri, kam kënduar aq shumë sa nuk ja u shpjegoj dot, më duket se jam gjiro pak, por prisa që Anastasia të këndonte më shumë këngë të vetat. Nuk e di pse, po këndoi shumë pak. Okej, këndoi 2 herë atë që doli sot, të Rens, pasteta. Po pastaj filloi dhe po këndonte këngë të tjerëve, më shumë Pandelidhi, këndoi 2 herë atë Eho Erota Mazisu. Eho Erota Mazisu megalo, dhe μπορώ να σκεφτώ τίποτα άλλο. Më ndjeni për zëri. Dhe nuk e di tani se si të heq kam letrat e lagura që i bleva kur isha në Rom. Letrat e lagura për të hequr make-upin. Dhe heq me ato se s'kam si e heq tjetër. Po më pëlqej ka shumë vetja. Tash qa do fle, kështu dikur do zgjohem, ora 4-6 minuta vajti.
One eternity later. Shumë gjëra kanë ndodhur nga momenti i fundit që unë kisha filmuar. Alexia, say hi. Hi. Domethënë nuk kisha filmuar të premte që ikëm në parti të Anastasia dhe nuk filmova më gjatë gjithë javës. Ditën e hënë kam shkuar në protestë. Ditët e tjera nuk kam patur mundësi, në fakt se kam qenë pak e ngarkuar me ca gjëra të mijat. Sot kisha marrë bilet për të shkuar në një festival arkitekture dhe kisha një 2 ditë në fakt që më digjnin grykët edhe hundët, më dimnin grykët. Dje në darkë ushtriva mirë. Domethënë, okay, kisha probleme dhe nuk kam fjetur një pikë gjumi gjatë gjithë natës. Unë ngrita sot në mëngjes në orën 5, kam shkuar në tualet, kam nxjerr, nuk e di pse nxora. Nuk kishte rastisur ndonjëherë që të sëmuresha kështu nga grykët edhe të nxirja. Isha dhimbje të tmerrshme me barku, edhe nuk pata mundësi fare që të shkoja as tek festivali. Kam qenë gjithë ditën shtrirë dhe gjumë. Kam koll, shqyr që kam më trushin afër. Ka ardhur që në mëngjes më ka gatuar. Prisi sa mbare Alexa telefonata. Dhe po thoja, po si kam flokët siç më ndur. Po thoja që shqyr që erdhi Alexia, më bëri në mëngjes një supë, pastaj me çfarë bëre me karrota edhe me patate, edhe kështu e bëri kremoze, e kishte bërë një çik shëllirë, i kishte hedhur aq shumë kripsa farmaq, po nejse. Rëcika që e ngraj mbusha zorën edhe piva ilaçet. Pastaj në drek, kur erdhi nga festivali, se ishte dhe Alexia aty te festivali që thash, më solli picë, tani sa po erdhi edhe Emreja nga puna. Përshëndetje, min mbrema. Qarë bend? Asgje. Hiq, polri. Qarë bendi? Jam mirë. Faleminderit. Pafshim. Kam sot përmendesh të flit më njëjtë. Po. Mos shtet polri. Mos shit polri. Pori oturuyorum demek. Ha. Mos shit pord. Inshallah jam mirë nesër për punë. 3 days later. Cecicerci, Cumashi, Şoku, Ün. Cüza, bu ne mi? Cüza. Poletron, Portgita, Simaron, Sepse, Cumi e pushton. Vay be. Burada yazıyor. Un jetoj në Hamburg. Po ti si quhesh ku jeton? Si që për kuptoni? Si quhesh? Si që për kuptoni, Emreja ka rifilluar të mësoj gjuhën shqipe në liber më në fund. Un Edhepse quhem sot Hans. Diyor ki ben Hans. Edhepse sot nisin që këme bonesë, është ora Jetoj në 11. Hamburg. Jetoj yaşamak në Hamburg. Un jetoj në Hamburg. Hamburg'da yaşıyorum diyor. Tamam bir Po, saniye. ti, evet sen, öyle mi? Ja sen? Ja sen, si quhesh, un quhem Hana. Dhe jetoj në Himar. Himar denesi lan. Po ata si quhen, ku jetojnë ata. Ata quhen, dur, bekle. Po ata, evet sen, öyle mi? No, ja Evet onlar, ya onlar, si quhen, isimleri ne? Kam hedhur në Instagram një story, një reel që Hans. Emreja Erlehta. sot të shkoj një G dhe o vendos. Erlehta ne demek? Çarbeyne gazmendi de gensi. Jo, lexoj edhe një. Çfarë bejnë dhe... Çarbeyne. Çfarë dilo? Çarben. Çfarë? Çar. 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 Çar.
Qarë bejnë Gazmendi dhe Genci? Gazmendi ve Genci ne yapıyor? Ata garojnë, yarışıyor. Sonra? Yarışıyor. Qarë bejnë Genta dhe Exona? Ato garojnë, yarışıyor. Gomar. Helikopter. Nuk po më le të flas. E kam ma shumë seriozisht mësimin e shqipes këto kohët e fundit, shqyr. Edhe I thash, që nga momenti që ne I blejmë librat, Ti nuk je shqip. unë nuk jam shqip. Ti nuk e di, öyle mi? Aha. Ti nuk e di shqip. Ti nuk di. Nuk di. Po. Që nga momenti që I blejmë librat, Emreja mësoj shumë, po shkoj deri te shkronja A, B, C, Ç, D, Pervane. E, deri te E-ja, edhe e stopoj, e la. Tani po rikthehet prap. Inshallah, mëson, se I thash që nëse do kishe vazhduar me këtë ritëm, për një vit e gjysmë sa ne kemi bashk, do e kishte mësuar mirë shqipen. Çuhemi bulamıyorum, bul. Quhem, Evet. Learn Turkish. Quaj var, quhem Helik pervane. Helik pervane. Buldun Thank mu? you. O değil. Quhem Çuhem. yok. Ne demek çuhem? Quaj. Çuhem ne demek? Benim adım. Ne zaman diyorsun? If someone meets you for the first time, you say unë quhem Danja. Ti si quhesh? Unë quhem Danja. Ti quhesh Emre, ore. Allah Allah. Ja more mend të ndjekësve. Çar. Ja more mend, you took the brain. Këllë. Yapma ya. Helikë. Pervane. Ben ne dedim? Pervane. Demedin. Tamam, yeter. Unë vazhdoj akoma me grip, që thoni ju. Rotullohet. Dhe nuk kam filmuar sepse kam harruar fare që kam patur një vlog të Rotullohet. hapur. Ya bu çok zor bir kelime. Bu ne demek? İnşallah çok kullanılan bir şey değildir. Rotullohet. 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 Diyemiyorum bak bulacağım. Rotullohet. Nasıl bulacaksın lan? Rotullohet ne demek? Rotullohet. Böyle oluyor. Böyle oluyor. Çok anladım. Ne demek böyle oluyor Si t'ja ya? shpjegoj rotullohet. Si t'ja shpjegoj rotullohet, Emres? Kemi avazën e? Se din ju. I kam hequr për para këto, po ndaloj, thash. One eternity later. Këto 2 javë kanë kaluar me mua të sëmur. Shërohem për 3 ditë, pastaj sëmurem prap. Pastaj shërohem, pastaj sëmurem prap. Kam 2 javë që më rregullohet fyti, më rregullohen hundët, pastaj më bllokohen prap. Fyti më djeg shumë, hundët më bllokohen, kam shumë sekrecione, nuk po e marr dot veten. Piva ditët e para antibiotik, piva disa antibiotik që më kishte sjellë jema e Emres nga Turqia. Edhe ato më bën mirë në fakt, pastaj pas 5 ditësh u bëra keq, pasi i lartë 3 ditë i piva ato antibiotiket, po kam përshtypjen që duhet i nis prap. Edhe nuk kam patur mundësi të filmoj fare, nuk kam patur nerva, nuk kam patur nerva më shumë, edhe fuqi. Se vija nga puna, edhe direkt shtriesha, rria pa barazja. Shqyr këtë javë e kam marr pak veten edhe shtëpinë në kontroll. Domethënë sa herë që kemi gatuar, kam pasuar direkt kuzhinën se nuk doja që të bëj shumë punë për fundjavën. Tani që është shtunë, sot më ka ngelur të editoj videon edhe të hekuros robat. Ti fut një të fshirë shpejt e shpejt, megjithëse fshirjen dhe larjen e dyshemi se bën Emreja përgjithsisht. Edhe larja e tualetit. Kaq ka ngelur. U duhet të bëj edhe lavatriçe. Do të laj rrobat. Kështu që ky vlog ka qenë pak, ndoshta pak i thatë. Por gjithsesi, do bëjmë vlogje më të bukura në vazhdim kur unë të shërohem. Shpresoj sa më shpejt.
Kështu që po e mbyll këtë vlogun, meqense s'kisha bërë mbylljen përpara. Duke ju thënë, keni kujdes sepse ka rënë viroza keqe, ja unë kam 2 javë që s'po e kaloj dot. Madje po ri edhe me mëngë të gjata në shtëpi, siç e shikoni, sepse emri janë deskondicioneri nga që ka shumë vape dhe s'kam ç'a bëj. Keni kujdes edhe mos harroni të bëni subscribe, like, share, comment, të më ndiqni në rrjetet e mia sociale, në TikTok dhe në Instagram, ne bashkë do të shihemi në videon e radhës. Ju po dhe ju përshapoj të gjithëve. Bye!